alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e emisionit Rruga drejt Allahut, takohemi në sezonin e ri të bisedave tona për të kuptuar drejt rrugën drejt Krijuesit ton. Rruga e vetme për të siguruar lumturinë në këtë botë dhe për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit në botën tjetër. Kemi trajtuar shumë tema dhe mund të përpjekur t'ia observirim në mënyrën më të thjeshtë dhe të qartë. Ndërsa sot, në këtë cikël të ri, të sezonit ton të ri, do të trajtojmë një temë tepër të rëndësishme. Ajo është llogaritja e vetvetes. Pse është e rëndësishme llogaritja e vetvetes në rrugën tonë drejt Allahut? Si e përjetonin këtë fenomen të parët tanë? A është llogaritja e vetvetes vetëm për njerëzit e dijes, apo për çdo besimtar që beson se një ditë do dali përpara Zotit, do të llogaritet? Si jetojmë me urdhrin dhe ajetin kuranor në librin e Zotit, ku Allahu thot: le të shohë secili prej jush se çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë vendi ka zënë në zemrat tona fjala e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur ka thënë: llogarisni vetë tuaja përpara se të llogariteni. A kemi biseduar ndonjëherë me veten tonë për gjunahet të cilat kanë pushtuar zemrën? Si kemi hallet me lotët? A janë lotët cilësi e burrave në llogaritjen e vetvetes? Këto pyetje dhe shumë të tjera do të jetë tema e bisedës që trajtojmë me hoxhën tonë të dashur Enis Rama. Përpara se të fillojmë në studio bisedën tonë, le të ndjekim një përshkrim poetik të shkurtër të motrës tonë të nderuar Orieta Gripshi në temës llogaritja e vetvetes. Qielli ishte mbushur me re të cilat dukeshin sikur kërkonin të zinin vendin e njëra tjetrës me lëvizjet e tyre drejt hapësirës qiellore. Papritur nisën të binin pikat e para të shiut, të cilat akoma i mendoj si atëherë kur isha i vogël dhe shihja në filmat vizatimor, se si secila prej tyre ndërmerrte një udhtim sa magjik aq edhe të rrezikshëm. Endësha pa ditur se ku shkoja. Ndjesia që ato pika që binin nga lart më preknin lëkurën, më bënte të dridhesha. Një dridhje plot frikë dhe emocion. Atë ditë ndjehesha më afër tij se çdo herë tjetër. Atë ditë e ndjeja nevojën e pastrimit të shpirtit tim më shumë se çdo herë tjetër. Më dukej vetja i vogël. E ndjeja që kisha nevojë të flisja me veten time, të qaja pa fund për çdo gabim të bërë, të strukesha diku ku nuk kishte askush tjetër përveç meje dhe Zotit tim, të më vinte turp nga vetja ime, të bërtisja fort, por në të njëjtën kohë të heshtja. Shiu vazhdonte të më prekte lëkurën dhe unë çuditërisht fillova të ndihem më mirë. Ndjeja se ato pika shiu kishin depërtuar thellë në shpirtin tim edhe po e pastronin atë. Ndjeja se mëshira e Zotit tim është e pafundme, por apo ndryshoja unë? Apo i përgjigjesha unë arsyes e cila po më dënonte në ato momente? E isha zgjuar unë nga i gjumi pa mëshirshëm mëkatesh, në të cilin më kishte vënë nefsi im me përrallët që më kishte treguar. Se dija, në ato momente nuk kuptoja asgjë, po shijoja kënaqësinë ma gjepsëse që po ma jepnin ato pika shiu dhe po kënaqesha me fshehjen time nga bota. Po, a ishte vallë kjo ajo që unë kërkoja? A do të më mjaftonte mua kjo fshehje? A do të më mjaftonte mua ky pendim dhe kjo qetësi? Nuk e dija, akoma nuk e dija. Papritur, ndjej një dhimbje të fortë mbi kokë. Ngre kokën lart dhe shikoj që një kokër are më ra mbi kokë dhe më zgjoi nga gjendja në të cilën isha prehur. E kuptova që isha akoma këtu, në këtë botë, dhe pash që shiu kishte pushuar dhe dielli kishte dalë. Në atë moment, dëgjoj zërin e nënës sime që më thret. Ngrihem menjëherë dhe i them vetes sime: ti jeton. Shumë njerëz kanë nevojë për ty, po ajo që është më e rëndësishme është që ti ke nevojë për veten tënde. Ke nevojë për atë pjesë të vetes sate që do të kujtojë në çdo moment praninë e Allahut. Për atë pjesë të vetes sate që do të ndalë nga veprat e shëmtuara dhe do të nxjisë për punë të mira. Dhe ajo që unë vendosa të bëja në ato momente është që ajo pjesë e vogël qortuese vetes sime të bëhej e tëra, të bëhej e tëra, të bëhej e tëra. Dhe kjo shprehje vazhdonte të butësiste në veshët e mi dhe të butësiste dhe të më ndiqte gjatë gjithë jetës sime. Forca e dëshirës për të arritur atë që shpreson të shtyn të bësh përpjekje maksimale për të arritur atë që dëshiron dhe të jesh i kujdesshëm për të mos e humbur atë. Ibn Qayyim el-Jauziyja. Të nderuar miq, kemi ardhur në tavolinën e bisedës për të vazhduar temën që nënçuam pak më përpara, llogaritja e vetvetes. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Allah shpërbleft.
Ndëroft. Në këtë format të ri, në sezonin e ri që kemi nisur, kemi zgjedhur një temë besoj të rëndësishme dhe për thënë pse është rëndësishme të flasim për llogaritjen e vetvetes. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderojmë Allahun e madhëruar për të mira që na i ka dhënë dhe po na jep në vazhdimsi. Dhe lutim Allahun e madhëruar të na bën nga robërit e tij mirënjohës dhe falënderues. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllai nderuar, ne kemi qenë duke folur për mjetet e shërimit. Edhe pse si tema ato kanë kaluar, trajtimi i tyre teorik ka kaluar, por mendoj se ajo duhet të mbetet agjend praktike çdo besimtari deri në fund të jetës së tij. Vërtet. Do duhet që të mirëmi seriozisht me këto mjetet e shërimit para se do të dalim nga kjo botë. Dhe dalim nga kjo botë të pastër, tamam sikurse ka kërkuar Allahu xhallahu ala prej neve. Mirë po për të pas kuptim gjitha këto dhe për të pas karakter të kontinuitetit, të vazhdimësisë, duhet të ngjyrosen me ngjyrimin e vetë llogarisë. Në qoftë se i marrim të ndara këto mjetet e shërimit, dhe nuk përcjellim me llogaritje, me përcjellje, me kuptimet e drejtë të llogaritës, atëre të shpërndara nuk do të kenë ndikim. Dhe ajo që i lidh me zvete dhe i jep karakter të vazhdimësisë dhe kontinuitetit është pikërisht kjo që po flasim sot për të. Llogaritja, që besimtari në vazhdimësi ta llogarit vetën e tij. Dhe kjo ka rëndësi të madhe për besimtarin dhe është kërkesë kuranore dhe mësim dhe udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu metodë e ndjekur nga të parët tanë. Ka shumë ajete në Kur'an që flasin për këtë çështje, mendoj që na mjafton një nga ato ta marrim, nga se është thirrje me të vërtetë hyjnore drejtuar zemrave të besimtarëve dhe besimtarëve, ku Allahu xhallahu ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun." Shikoj fillimisht këtë thirrje, o ju që keni besuar. Keni frikë Allahut. Do të thotë ruajini nga dënimi i Allahut. Ruajini nga dëshkimi. Dhe këtë nuk mund ta bëni përveç se me atë që vjen. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Le të shikojë njeriu atë që ka përgatitur për të nesërmen e tij. Shikoj, do të thotë kemi thirrje në emër të besimit, kemi kërkesë që të ruhemi nga dënimi i Allahut dhe kemi mjet që na mundson këtë. Dhe mjeti që ta mundson të ruhesh nga dënimi i Allahut azza xal, që është qëllimi jonë final, të shpëtojmë nga dënimi, të pastrohemi në këtë botë me mjet e shërimit para se të na prekë zjarmi i xhenemit për të na pastruar. Ka sa atë që nuk e pastron kjo botë, e pastron bota tjetër. Në qoftë nga besimtarët. Andaj ne nuk dëshmojmë të pastrohemi atje. Dëshmojmë që nga këto shkojmë të pastruar. Andaj Allahu thot, e nëse këtë dëshironi, atëra wal tanzur, shikoj wal tanzur, le të shikon. Ibn Kathir rahimullah kur rekomandon këtë thot, shikoni, kontrolloni veten e juaj, të hasibu anfusakum, llogaritni veten e juaj. Andaj kjo ajet është thirrje për llogaritje. Dhe ajo që më rëndësishme nderuar është se vazhdimi i ajeteve. Përsëri Allah përsit kërkesë të kullah. Keni frikë Allahun. Apo ruheni nga dënimi i Allahut. Allahu e din çfarë bëni. Allahu e din kush jeni. Allahu e din sa keni të pastruar, ndoshta ju nuk dini. Pastaj wala takunu. Nëse braktisni llogaritjen, nëse nuk mirrni me vetë llogaritje, atëherë çfarë do ndodh? Do të bëni nga kategoria më e keqe njerëzve. Wala takunu kalladhina nasullah. Mos u bëni sikur ata që e harruan Allahun, e harruan raportin ndaj Allahut, e harruan obligimin ndaj Allahut, harruan që të pastrohen, që dalin të pastër për Allahut. Fa ansahum anfusahum. Dhe kjo bëre që ata të harrojnë pastaj vetën e tyre. Si të harrojnë vetën e tyre? Të harrojnë të mirën me interesat e vetes së tyre. Me atë që u bën dobi atyre. Harruan që të shikojnë se çfarë u bën dëm, të shikojnë të mirën, gjitha këto në kontekst të vetë llogaritjes. Ulaikumul fasiqun, këta janë rebel, këta janë kriminal, këta janë shpërfillësa, mos mirënjohës, kështu Allahu i quan. Dhe për fund Allahu thot: La yastawi ashabun nari wa ashabul janna.
Nuk barazohen banorët, nuk janë të barabartë absolutisht banorët e zjarrit dhe banorët e xhenetit. Çfarë ka bërë ta dallojnë? Ka se banorët e xhenetit arritën të bëhen të tillë të xhenetit me llogaritje. Ata ishin të kujdesshëm, nuk e harruan vetën e tyre, nuk e harruan Allahun azza, nuk e harruan obligimet, ata vazhdimisht mirëshin me vetën e tyre, me pastrim, me llogaritje, me rishikim të pozicioneve, të veprave, çfarë duhet marrë, çfarë duhet lënë. E në të kundërtën, banorët e xhenemit ishin tërësisht neglizhent ndaj tërë kësaj. Andaj Allahu thotë, nuk mund të jenë barabartë. Nga se edhe në këtë botë, në angazhimet e tyre, në preokupimet e tyre, nuk ishin të barabartë. Agjenda e këtij ishte kështu, edhe tjetër ishte kështu. Atëherë, unë përsëris vazhdimisht, në qoftë se agjenda e një muslimani që do në xhenet është e njëjtë me atij që nuk do në xhenet, apo përditshmëria e tij, veprat e tij, angazhimet e tij, preokupimet e tij janë të njëjta. Dhe vetëm çka e dallon këtë prej këtij është për shembull një tërsi e vogël, e ngushtë, e disa vepra që ai kryen dhe kaq, më nëse kjo nuk është e mjaftueshme për të shfaqur dallimet e gjykimit. Dallimet duhet të jenë rrënjësore. E këtë dallim thash na jap, na mundson vetë llogaritja. Dhe Allahu thot: Ashabul jannati humul faizun, banorët e xhenetit mua ata janë që kanë fituar. Ne shikoj fillon me llogaritje dhe përfundon me fitore. Prandaj kjo është një material i rëndësishëm për ta medituar ne dhe për ta kuptuar rëndësinë e kësaj. Atëherë siç ka qenë traditë në emisionin që kemi trajtuar Hoxh, kemi sjell dhjetën e të parëve tan me këto fenomene. Kjo vetë llogaritja, s'kanë qenë të para tan me këtë fenomen. Në qoftë se i referosh rasteve të parë të nderuar, në këtë pikë, do të shohësh se vetë llogaria tek ata ka qenë një veprim i pandashëm, ditor. Ata nuk janë llogaritur në Ramazan për Ramazan për shembull. Ata nuk janë llogaritur për shembull xhumë për xhumë. Çdo ditë ata janë llogaritur. Çdo veprim të tyre ka do që kanë shkuar, janë llogaritur. Andaj shiko çfarë thot Hasan al-Basriu, rahimahullah. Thot besimtarin në kuptimin e tyre. Besimtarin e gjen vazhdimisht duke e llogarit vetën e tij për çdo fjalë dhe për çdo vepër. Duke thënë çfarë desha me këtë fjalë, e pse e thash këtë fjalë, e pse nuk e thash këtë shprehje tjetër, pse e përdora këtë fjalor, e pse e bëra këtë vepër, thotë gjithmonë është në muhasebe. Dhe para kësaj ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu fa inna al-yawma 'amal. Apo fa inna al-yawma 'amal wa ghadan laysa 'amal wa inma al-ajr. Llogaritni veten e juaj para se të llogaritni tek Allahu xhallahu ala. Dhe matni veprat e juaja para se të maten para Allahu xhallahu ala. Nga se sot kemi mundësi të bëjmë vepra, por nuk ka problem sot. Nëse nesër ka problem e nuk ka mundësi për vepra. Prandaj ata ishin llogarit të vazhdueshme. Një ditë Abu Bekri, një ditë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu hyri tek Abu Bekri. Dhe e gjatë ndëruar një pozicion u çudet Omeri. E kishte kapur gjuhën e tij Abu Bekri dhe dëshon ta nxjerrte nga goja e tij. Në kuptim të qortimit dhe llogaritjes, jo në kuptim të dhunës. Dhe i tha Omeri radhiyallahu anhu, çfarë bën? Të mbraktis, mle, rahat. Ka se kjo është ajo çfarë po më shpije ka shkatrimi. Marrë Abu Bekri. Çfarë ka thënë ai? Nuk mund të mbledhësh një fjalë që ndoshta e ka ofenduar dikën ose përgojuar dikën ose nënçmuar dikën. Megjithatë shikoj çfarë llogarie, ka gjuhën e tij dhe tim ke shkatruar. Ti po më shkatruar. Ti do në kuptim të qortimit të vazhdueshëm të gjuhës së tij. Ka pasur atë që kanë hapur varr në oborrin e tij. Dhe çdo ditë duke dalë nga shtëpia e tij në punë, në angazhime, në kontakte me njerëz, shtrihen varr. Dhe i thënë të vetes së tij: "Ky është vendi yt. Para mendoje po të ishte kjo shtrirja jote e fundit këtu. Çfarë do bëje?" I thënë të vetes: "Çfarë do bëj? Kë llogaritje? Çfarë do bëje? Do të lakmoj kët? Do të lakmoj atë? Apo do të shkoj këtu? Jo, çfarë do bëje?" E paramendon të vetën po sikur të ishte i varrosur në varr. Dhe tashmë po bisedonte, dialogonte me veten e tij, duke llogarit. Ku është angazhimi yt? Ku është preokupimi yt? Ku është sinqeriteti? Ku është sinqeriteti? Ku është? Këtu do të biesh. Andaj tash e ke mundësi më ngrit. Ngritu dhe tash din çfarë duhet të bësh pas kësaj ngritje.
Ka se do të vijë koha që do të biesh dhe nuk do të ngritesh më. Shikoj deri në këtë masë janë llogarit. Do të thotë veprime praktike, demonstrime praktike të asaj që ka do të ndodhë realisht nesër. Apo për të përmirësuar cilësitë e veprave të tyre, për të përmirësuar agjendën e tyre. Unë me të vërtetë jam shumë interesuar që vazhdimisht për këtë bisedojmë. Unë e shoh se sot muslimanët gjithë ne, Allahu na fal, agjenda jon nuk është përputhje me qëllimin ton. Do të thotë çka kërkon xhenet. Mirë, këtë xhenet ma tërgo planin, projektin, shese absolutisht nuk kanë përputhje. Dhe shpeshherë më kujtohet fjala Allah xhallahu ala në surën At-Takwir, idha shamsu kuwirat, kur Allah xhallahu ala fa ayna tadhhabun? Ka po shkoni. Ka jeni nis. Shikoj këtë pyetje të fuqishme, wallahi nëse të godit në zemër, patjetër të ndal. Të ndal që të meditosh, ka jeni nis, ka po do më shku. Në xhenet me këto vepra, me këtë angazhim, me këtë elan, me këtë ambicie, me këtë vullnet, ku? Andaj gjitha këto të parët tonë i kishin përditshmëri. E nuk po them përditshmëri duke nënkuptuar një pjesë të caktuar të ditës. Përditshmëri do të thotë çdo akşam bëni kështu. Jo. Përditshmëri në kuptim të çdo çasti të momenti. Vazhdimisht kujdeseshin se çfarë do thonë. Andaj Sufjani Thauri rahimullah ka thënë, sa herë është kërkuar nga unë që të flas diç, të gjykoj për diç, të flas për ndoken nga njerëzit në kuptim të gjykimit, a është i mirë, a është i keq, kështu me radhë, thotë para se të flas, shikoj ndëruar, kjo vallahi kjo është edukat e madhe për neve. Thotë Sufjani Thauri rahimullah, thotë sa herë është kërkuar nga unë diç nga kjo, para se të flas, para se të them, e kam paramenduar vetëm para Allahut, a do të jemi gatshëm edhe Allahut që them këtë apo jo. Në qoftë se po, kam vazhduar, në qoftë se jo, kam heshtur. Shikoj këtë filtr, ha? Para se të flas, prit pak. Duhet të shikoj njëre në qoftë se me këtë fjalë Allahu xhallahu ala më nxjerr nesër para ti. Apo edhe më pyet, çka thuash për këtë? A mund të them të njëjtën para Allahut? Po mund të them se kjo është bindja ime. Fale. Jo dhe nuk guxoj se e din Allah qëllimin tim, atë mos fal. U ka ndodhur plot nga dietarët e selefit lloj nderuar, që para se të fillojnë ligjëratat e tyre, para se të fillojnë muhabet me njerëz, janë dalë me minuta të tërë. Njerëz janë mahnit, çfarë ndodhi? Po presin, ja kanë në fjalën, po presin, ai s'po flan. Derisa kanë pyet, çfarë po ndodh? Thotë jam duke përgatitur jetën, ende s'është i gatshëm për të filluar apo. Apo se po të fillojë kështu në efekt, kanë frikë se më përzihet me dëshirën për lavdat, më përzihet me dëshirën për dhurat, me dëshirën për do të thotë mirënjohje, falet, ja. Ende nuk e kam bleni pak qet. Jam duke marr veten tim, jam duke koncentruar, tash jam i gatshëm të filloj. Subhanallahu. Llogaritja e njëjtit, llogaritja e fjalës, llogaritja e veprës, nga se e din se do të llogariten tek Allahu xhallahu ala. Nëse nuk e bëjnë këtë sot, do të dalë hesapi keq tek Allahu xhallahu ala, ata këtë nuk e dëshirojnë. Prandaj thash ka qenë përditshmëri në kuptimin e momenteve dhe çasteve ditore që ata kanë kaluar në këtë vepër të rëndësishme për ne. Atëherë këto panorama hoxh të këtyre njerëzve, mund të themi që atëherë kjo është vetëm për njerëz të mençur kjo llogaritje, për njerëz dietar, për njerëzit e mirë të sinqertë që ka pasur me tjon, apo është për secilin për nesh nga besimtarët? Allahu shpëloj, kjo është pyetje shumë e vën. Shpesh herë njerëz mendojnë se po kjo është për ta, kjo është për ata, kjo është për të gjithë ata që kanë dalë para Allahut azh. Kushdo që ja mërmene se nuk do të llogarit para Allahut xhallahu ala, nuk përfshihet në ligjëratën tonë, nuk përfshihet në emisionin, nuk përfshihet në temën tonë. Po kush është ai? Ata që nuk do të llogariten para Allahut xhallahu ala janë kafshët. Ata Allah nuk i merr pyetje. Në kuptim të detajzuar, nga se në disa kuptime edhe ata do të mirën në llogari. Sikur që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se delës pabrina që e ka dëmtuar dashi me brinën këtë botë, apo do të jipen brinat ditën e gjykimit. Apo do të jipen. Do të thotë Allah xhallahu tash ti godit e këtë. Çdo kush e merr hakun me vetë, pastaj u thot kafshë kunu turaba, bëuni dhë. Ka se për ju s'ka problem, me një kafshë s'keni pas ju ngarkesa, obligime. Mirë po pa marr hakun nuk bëhen dhë. E çfarë thonë për neve? Çdo kush për neve.
Prandaj sikur thot Allah xhallahu ala në surën At-Takwir, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Madje edhe foshnja do të pyetet pse më vrau. Pse më vrau baba im, pse më vrau nëna ime. Po, kjo dikush e kupton kuptim primitiv të arabëve që i kanë vrarë për së gjalli. Po mendoj se sot vrasja e vajzave është më e rrezikshme dhe më e madhe se arabë që kanë për së gjalli. Vrasje duke e vorrosur në shoqëri të këqija, duke e vorrosur në kafene të këqija, duke e vorrosur rrugëve të këqija. A nuk kanë frikë ta prind? Edhe këta përfshihen. Shiko Allahu thot: "Wa idhal maw'udatu su'ilat." Ai do të pyet, ai nuk do të pyet dietar të xhallar. Ai do të pyet prind të që kanë qenë nga masa e thjeshtë e njerëzve. Do të pyet pse baba im nuk më uzoi? Pse nëna ime nuk më mësoi sheshamin ose namazin? Do të pyetet. Andaj para se të pyet vajza jote, birri ditën e gjykimit, pyetet ti vetën tënde. Çka i them Allahut për ta fëmijë? Çka i them Allahut azhjel për këtë foshnjë? Që ma ka dhënë Allahu dhurat, a do të kem mundësi ta kryej si duhet emanetin? Në çdo kush përfshihet. Çdo kush përfshihet. Prandaj edhe kjo temë është për çdo kënd, për çdo të ri dhe të re, për çdo njeri, burr dhe grua, për çdo plag dhe plak, intelektual, të shkolluar dhe të pashkolluar, të dikshëm dhe të padijshëm, të pasur të varfër, të smundë dhe të shëndosh. Të gjithë janë të përfshirë në llogaritën për Allahut azhjal. E përderisa të gjithë do të llogaritemi, atë të gjithë obligohemi ta bëjmë një parallogaritje në këtë botë para se dalim tek Allahu xhallahu ala për të shikuar ku i kemi sapet, si qëndrojnë punët tona. Wallahi shumë njerëz, subhanallahu, e konsiderojnë shkuarin në ahiret si një lloj lotërie. Bigjozi, fat. Nëse me fat, nuk ka atje fat. Nuk ka atje rastësisht. Të gjitha Allahu xhallahu ala i bën në kuadër të asaj që ti e ke bën këtë dunja. Paramendej Allahu xhallahu ala thot në surën Al-Isra: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi." Njeriu ja kemi vendosur apo një fletore shënimesh në qafën e tij. Këtu që me lajë ka shkruar, këtu ti e shkruan historinë tënde. Këtu është ajo identiteti që ti e shkruar me veprat e tua. Pastaj çfarë ndodh? Fat Allahu xhallahu ala wa nukhrijuhu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ditën e gjykimit janë nxjerrëm në formë të libri që e gjen të hapur. Kështu libër, apo? I thot Iqra kitabaka. Lexoj librin tënd, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Mjafton sot ti të jesh llogaritë vetes ende. Apo do të llogarish atje secili prej nesh. Ose secili prej nesh. Çdo kush, kullu insan Allahu, çdo njeriu. Librin e vet do të bëj llogaritë vet. Do të bëj ai llogaritë vet. Andaj para se të nxjerr libri, ku nuk do të kesh mundi të fshish më, të largosh më, të shtosh më, apo Allahu po thotë që në këtë botë të bësh përmirësimin këtë libër përmes kësaj llogaritje. Atëherë duke qenë e rëndësishme llogaritja secili prej nesh është llogaritet, do vimi pyetje tjetër që do të jetë koncepti i kësaj, por do të vim në pjesën e dytë. Kamerion ka dalë në terren dhe ka marrë shumë opinione nga shumë njerëz, më thënë në lidhje me konceptin e tyre në lidhje me llogaritjen. Do të shohim ato dhe kthehemi përsëri në studio. Të nderuar miq, të kemi kujdes për leximin e librit ton në ditën që do të kemi vetë llogaritën të kësaj libri, të këtij fletore. Le të shohim opinionet e njerëzve që kemi dalë në terren në lidhje me konceptin e llogaritjes vetvetes dhe kthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë me Hoxhën. Vetë llogaritja për mua mendoj se është ajo pjesë ku besimtari reflekton për gabimet ose për të mirat që ka bërë gjatë ditës ose gjatë jetës tij. A duhet të jetë ajo pjesë e pandashme për gjatë gjithë jetës për besimtarin? Po mendoj që një besimtar që të jetë i rregullt, të jetë i përsosur ashtu si kërkon feja islame, duhet që këtë jetë pjesë e pandashme e jetës besimtarit dhe jetës e individit. Kur e vetë llogarisni ju veten tuaj? Po tani temi sinqert, vetë llogaritja është proces meditimi. Njeriu vetë llogaritë mund ta bëjë çdo ditë, mund ta bëjë çdo javë, mund ta bëjë çdo muaj. Unë personalisht po thuj se meditoj çdo ditë për gabimet dhe të mirat që unë kam dhe që unë bëj në jetën time të përditshme. Vetë llogaritja do ta përkufizojmë si një analizë të veprave që kryejmë gjatë gjithë ditës, duke përfshirë
veprat aktive, pra me duar, me këmbë dhe ashtu me fjalë. A duhet ajo pjesë e pandashme e jetës besimtarit? Normalisht ti je besimtar në vetvete këtë nuk kupton, që të llogarisësh gjithçka je dhe gjithçka të rrethon. Kur e llogarisin veten tuaj? Tani kjo nuk mund të përkufizohet me një moment, po zakonisht momentet e adhurimit janë momente vetë reflektimi dhe vetë llogaritje. Gjithashtu dhe momentet kur jemi përpara një ligjërate apo një hadithi profetik apo një ajeti i cili e nxit vazhdimisht për llogaritjen. Vetë llogaritja për mua është si një peshore që e bën njeriu me vetveten, duke filluar dhe kjo peshore nis të lëvizi kur që me fillimin e ditës së njeriut, që me faljen e njeriut të 5 namazet, duke i ndarë gjirat. Në fillim vendos gjirat e shumë të rëndësishme, pastaj vendos gjirat që janë më pak të rëndësishme. Pra, që njeriu të fitoj sa më shumë në vetvete ato që ai shikon që janë të mira për atë. A do t'i taj pjesë e pandashme e jetës besimtarit? Po, është pjesë e pandashme sepse ky është vetë besimi që ka njeriu brenda. Nëse njeriu bën llogaritjet për jetën e tij që të fitoj ahiretin, ai kjo është gjupje vetë e besimit, domethënë është një. Ju kur e llogarisin veten tuaj? Veten time llogaris gjithmonë më shumë kur jam vetëm, jam domethënë meditim dhe llogaris shikoj nëse gjërat nuk janë të balancuara, atëherë kërkoj faljet e Allahut. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, kthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën mbasi dëgjuam opinionet e shumë miqve tanë që morëm në terren në lidhje me konceptin e vetëllogaritjes. Hoxha, mbasi dëgjuam këto opinione. Kuptimi i drejtë i vetëllogaritjes në fen tonë. Secili më thënë jep pas mendimin vet, ose më thosë diçka para se të fillosh. Në shumë vende, nëse ti mendon, i thua që unë do të vdes një ditë dhe do të bëj mirë larg e tutje, mos ma përmend. Më thënë, shejtani ka ngritur në tru, më thënë që mos e përmend fare. Sikur me ta afruaja. Si ti drejtohemi? Ne kur flasim për llogaritjen, flasim për një realitet që do të ndodhë. Apo, dhe qëllimi është njerëz të vëdësojmë. Nuk është qëllim absolutisht vallahi. Nuk është përshëm ta trembim as kenas, ta friksojmë as kenas asgjë. Nuk është ky roli jon. Roli jon është që çdo kush prej neve të ketë një të ardhmë më të mirë, më të ndritshme, të shpërblyet tek Zoti i Mënduar. Nuk e dëshirojmë askënd në zjarr. Nuk e dëshirojmë askënd në zjarr. Dëshirojmë që njerëzit të shpëtojnë nga dënimi i Allahut azza xal. Mirë po, kë nuk mund të mbetet vetëm dëshirë. Duhet të shndrohet në breng, e cila pastaj ka një metodë caktuar që duhet ndjekur për të shpëtuar. Dhe ne po themi se kushti i shpëtimit është njeriu të shërohet nga plagët e ignorancës. Për të shëruar ka metoda. Ato metoda duhet ndjekur dhe kemi folur për to. Mirë po, që të mbetin efikase këto metoda, të lidhura mes vete, të vazhdueshme, në kontinuitet, apo duhet të jenë të ngjyrosura me këtë veprim të vetë llogaritjes. Nga se Allahu xhallahu ala na sill pamje nga dita e gjykimit. Ne nuk kemi qenë aty prezant. Nuk kemi atë, mirë, po na mjafton dëshmia Allahut azza xal mbi gjitha dëshmitë. Se Allahu xhallahu ala po na lajmëron. Edhe në vallahi para disa ditë kisha një ligjërat. Edhe po asnjë një shembull që e kam përmend disa herë, por shpesh herë më kujtohet ky shembull. Them, njerëzit sot janë gjendje që njerëzit caktuar tua besojnë edhe pasurinë, edhe fëmijën, madje edhe jetën e tyre, pa e kontestuar fare. Për shembull, a nuk është transporti me aeroplan një shembull i kësaj? Kur të blesh biletën ti në agjencion, a pyet kush është piloti? A pyet ku ka përfunduar shkollimin? A pyet aeroplani sa është i sigurt, vlerësim të ekspertëve të lezosh? Po të pyetës nuk ta japin. Askush nuk të jap. Dhe ti ja dorëzon thjesht jetën tënde firmës.
as nuk pyet për këtë çështje dhe pranojmë që ngritemi 10.000 metra, 11.000 metra mbi tokë, çka do të thotë kjo? Apo? Dhe rrim të ulur. Pse? Pse ka menduar dikush për sigurinë time. Ka menduar dikush për udhimin tim rahat, ka menduar dikush për këtë çështje dhe dorëzohemi. Përkundër turbulencave që mund të kem, përkundër problemeve, ne jemi të sigurt se piloti ka statën në kontroll. Një pilot që është njeri, a ka mundësi që për shembull piloti të jetë në gjendje depresive gjatë udhimit të tij, për shembull, edhe për të mos të ketë rëndësi jeta, për shembull. Dhe në moment caktuar ai t'ia dëshiron vetes vdekjen. Dhe drasje me bo. Dhe mos të ketë gale pastaj për mbarvajtjen e udhimit. A mund ndodh kjo? S'po them ndodh, po a ka mundësi? Është e mundshme. Megjithatë jemi rahat. Jemi rahat, rrim, po na kam gënë në panik, çfarë po ndodh, po jemi të sigurt se aeroplani është për shembull i firmës mirë, është i rregullt, e kanë kontrolluar ata. Në madjes nuk e shikojmë nivelin e derivateve që është aty brenda. A ka mjaft, as ka mjaft? Nuk kemi raport për këtë çështje. Dhe i besojmë jetën, apo që mjafton një gabim i vogël, një bulon, mos të jetë i shtrënguar si duhet dhe të jetë kjo fatale për ne, apo? Dhe gjitha këto nuk i marrim parasysh. Pse? I besojmë. Pse kështu supozohet të marrim besimin kur Allahu xhelalu na thot për diçka? Besoja se ai po thot. Pra shikoj Allahu xhelalu, mendoj që këtë ajet me menuam. Allahu po na thot, po na sill pa me nga dita e gjykimit të Allahut ndërum. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Projekti fillon kuptimi i muhasabes, llogaritjes. Yawma tajidu kullu nafs, adet çdo shpirt, çdo njeri do të gjend para vetes çfarë ka bërë, nga mirë dhe nga keqja. Të gjitha çfarë i ke bërë do t'i gjesh. Apo? Mirë. Për balë që do të gjesh, do të ketë gëzim dhe do të ketë dëshpërim. Nuk do t'i gëzohesh disa fjalëve. Nuk do t'i gëzohesh disa vepra, nuk do t'i gëzohesh. Andaj kur ballavagjor me disa fjalë dhe vepra që nuk do t'i gëzohesh, do të kishë frikë mos të ishin, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Këtu shfaqet tash një dëshirë flak të ky njeri. Sikur të kishte më qenë kjo larg për me, s'ka të bëj me mua kjo fjalë, s'ka të bëj me kjo vepër, apo? Po kjo dëshirë do të jetë pa efekt në ditë. Andaj kuptimi i vetlogërisë është që të vetëdijsosh dhe të braktisësh tërat që nuk ke dëshirë ta shohësh nesër tek Allahu xhallahu ala, sot largoje nga vetja jote. Këtë dëshirojmë. Dhe duke pas parasysh se ne në vazhdimsi, në çdo moment, apo mund të ngarkojmë në strajcën tonë atë që do i gëzohemi, por atë që nuk do t'i gëzohemi, atëherë kjo na obligon që edhe në vazhdimsi pra të kontrollojmë atë që ka hyrë, ndoshta pa vërejtjen tonë. Ka hyrë ndoshta pa kujdesin tonë. Dhe është futur atje. Dhe nuk do ta gjejmë, dhe do ta gjejmë tek Allahu xhallahu ala dhe nuk do t'i gëzohemi. Andaj llogaritja është vllai nderuar, motër e nderuar. Vetë llogaritja është që ta zbrazësh strajcën e veprave tua. Apo nga çdo vepër, nga çdo fjalë, nga çdo koncept, nga çdo kuptim, nga çdo qëndrim që nuk ke dëshirë të takosh Allahun me të. Nuk ke qef. Ti s'don me pa nesër të ajo. Atëherë e largon me këtë llogaritje. Prej këtu fillon llogaritja. E para, kjo është kuptimi. Kjo e përbën kuptimin e përgjithshëm të vetë llogaritjes. E dyta, ajo që duhet përfshirë në vetë llogaritje, nuk nën kupton vetëm në suksesionierë, për shembull, e llogaritën e tij, unë a bëj, s'kam bërë zina, s'kam bërë, në kuptimet mëdha. I themi, shikoj ajetin e dytë në surën El-Kahf. Allahu xhalla xhelalu thot: "Wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada." Vendoset libri, që e thamë edhe më herët, libri që ti e ke shkruar vetë, nuk të ka bë kush pa drejt, nuk të ka futur kush në ditë që nuk është e jotja. Apo? Fatara al-mujrimin. Tash njerëzit, kategoria njerëz që kanë qenë mëkatar, njerëz që do të pendohen për atë çfarë kanë shkruar në librin e tyre. Yekulun, do të thonë. Këta do të thonë, vallahi billahi do të thonë,
Sa Allah e ka përmend, do të ketë njerëz që do të thonë, është shumë e mundshme të jem unë që të them kështu. Është shumë e mundshme që ti të jesh ashtu. Ai nuk duhet shikuar në këto kërcënime kuranore palën e tretë. Jo, duhet shikuar a jem ne këtu apo jo. Dhe ata kur shohin këtë veprimtari çfarë do të thonë? Ç'është puna e këtij libri? Ç'është kjo punë këtu? Shikoj ka filluar Allahu xhallahu ala lem yugadir saghira. Nuk paskalen të vogël pa shkruar. Pastaj thënë kebire të mëdha. Nuk ka të vogël, nuk ka gjë që nuk është shkruar. Në koncepti i plotësuar i parë që përmendëm i llogaritës është që të llogaritës çdo imcin. Që mos ik asgjë. Jo të llogaritësh vetëm punë të mëdha. Jo, të llogaritësh çdo imcir që nuk kupton edhe shkronjën pse e ke përdor. Pse ke shikuar to? Pse lëvizë dorën? Apo gjitha këto mund të jenë. A mund të jenë ndonjëherë lëvizja e dorës e jona, për shembull, e përcjellur me në ndjen me një mallësi nga njëra, ajo është efekt, sekondësh. Por e lëviz nga njëra për treguar edhe për këtë, pse e ke lëviz kështu dorën? Lam yugadir saghira, as të vogël. As vogël. Ose sa herë njeriu shikon vjedhur azi. Apo kësë nuk po shikon, po kësë do me shiku këtë, apo edhe në kalim të shet diçka aty afër. Apo edhe për këtë do të jepësh llogari. Pse shikoj ashtu? Apo pse në këtë formë ke shikuar? Pse nuk ke shikuar në këtë formë? Shikoj kjo shumë detaj i vogël i duket dikujt. Do të japësh llogari. Andaj kuptimi i det i llogarisë është që të përfshihet në të çdo imësi që ka të bëjë me neve, që nesër për të Allahu do të merr llogari. Andaj Allahu xhallahu ala nuk thot në surën Zelzele, në ajetin e fundit, ajetin e do thotë 6 dintit, yawma idhin yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum. A dhe njerëzit dalin grupe. Të shpërndar çdo kush me hallën e vet. Për çfarë arsye? Liyuraw a'malahum. Ti shohin veprat e tyre. Shikoj vëllai nderuar kur Allahu përmend veprat, çka thot pastaj? Tash po të për vepra. Që këto janë materiali i llogaritës son. Thot femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush ka bërë sa një grimës të vogël, apo të së mirës do ta sheh. Femen ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Dhe kush ka bërë një grimës të vogël të së keq do ta sheh. Një grimës do ta sheh. Andaj në qoftë se kime e pa nëse një grimës, letet edhe në grimës edhe në imësinë e llogaritë që e bën të sot. Kjo është e rëndësishme. Do të e para e përmendëm. Llogaritja do thotë tjetë në kuadër të gjitha atyre veprave, fjalëve e kështu me radhë që nesër nuk do të jap përgjegjësi tek Allahu për to, e që nuk ke dëshirë me i pa tek Allahu. E dyta, në kupton, tjetë në imësi. Apo dhe e treta Allahu thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun deri në vdekje. Do të thotë përderisa jeta jote apo është një mejdan ku ti në vazhdimsi e pasuron veten tënde apo e varfron, kjo nuk kupton se përderisa ti apo je i sprovuar me të mirën dhe me të keqen, për aq duhet të jesh edhe i ngjyrosur me llogaritje. Në momentin kur nuk ka më mundësi të bësh vepra, apo e për atë periudhë s'ka nevojë të bëj llogaritje më. Në varr nuk ka vetë llogaritje. Në varr ka do të llogarisë të tjerat, por ne do të jemi në gjendje të keqardhës. Sikur ja lejteni, te kisha bërë këtë, mirë, unë te kisha bërë këtë, e për mos të klithur kështu të klithje të dëshpërimit dhe keqardhës, themi se ta kuptojmë drejt konceptin e llogarisë që kalon për këto tri kuptime, që folëm për to. Atë kjo jep një përgjigje përveç atyre që ne pyetëm në terren por dhe shumë të tjerë që kemi dëgjuar ku thonë jepni rëndësi çdo gjëje. Çdo gjë merru me këtë, merru me atë. Çini bëri ju fetarë thonë që s'lini asgjë pa në llogaritur. Kjo është një përgjigje goxha e qartë më thënë në tre koncepte që përmendëm. Po ne nuk i llogaritum njerëzit. Unë nuk është detyra ime që unë të llogarisem për çdo fjalë. Unë nuk jam unë gjykatës i tyre. Mirë po, e imja e jotja e atij është që ne të vëdësojmë njerëzit se për këtë Allahu ka me të pyet. Dhe nëse dikush të ka këshilluar për të mirë për atë që ka të pret,
Ai nuk të thonë të keqen Allah. Nëse unë i them njeriu, Allahu ka më të pyet, unë s'kam vendosur kështu të burr. Ai që ka krijuar ka vendosur që ka më të pyet për këtë fjalë. Për këtë tallje. Pse e tall? Ai ka më të pyet, unë s'po them kështu. Ai po të thotë, do të kesh mundësi që ditën e gjykimit të shohësh vepra, fjalë që i ke thënë, nuk do i gëzohesh o burr. Nuk kem dëshirë ta prishim gëzimin, dëshirëm të mbetesh i gëzuar vazhdimisht. Për të mbetur i gëzuar vazhdimisht, i shpërblyer përjetësisht, duhet një kujdes pak më i veçantë, një llogaritje. Kjo është këshilla jon. Pastaj njerëzit mund të kenë filtra të ndryshëm, apo disa njerëz kanë filtra të shkëmbimeve, mund të kalojnë shkëmbi përmes filtrit të japën. Nuk prish punë. Disa i kanë të imta, nuk mund të kalojnë thërmia. Çfarë filtri do të vendosësh ti të është pastaj jotja. Por dije se Allahu po të lajmëron sa grimca apo do të dal, te Allahu ka më të pyet. Allahu ka më të pyet, pse këtë ke bën? Pse këtë ke bën? E tash. Ti zgjidh çfarë do bësh? Por përse je këtu dhe ke këtë mundësi, shfrytëzoje. Ne nuk dëshojmë që shanset njerëz të ikin. Prandaj rolin është ti vëdësojmë njerëz për të shfrytzuar shansën e jetës për atë që u bën dobi më shumë në këtë botë dhe botën tjetër. Edhe pse padyshim, këtë rol që ne kemi marrë përsipër, dhe Allah na ka dhëruar me të, mund të keq kuptojnë njerëzit. Mund të keq kuptojnë se ne jemi bërë si lloj tutor mbi ta, si lloj, do thotë kamera vëzhguese vazhdimisht. Nuk kemi kështu. Ne nuk miremi me çfarë bën ti, çfarë bën ai. Kuptim detajzuar, nuk gjykojmë ne. Tregom pse e bëre këtë fjalë. Tregom, ja, nuk ke nevojë të më rrëfesh mua. Në fen tonë nuk ka rrëfim. Jo, në fen tonë ka sqarim dhe mësim, ndërsa i rrëfesh Zotit tënd, ati i përulesh, ati është për keqor, ati i pendosh, nuk ka të bëjë me mua. Ase ka punë nesër ati do delesh vetë për ati do të jep llogari. Prandaj nuk do të kuptuar këtë si thirrje për shqetësim. Jo. Kjo është vetëm që nesër ti jesh më mirë. Atëherë, meqense them qëllimi i misionit jon është të përcjellim këto njerëzit qartësimin e rrugës së drejtë për që Allahu xhaleshanu të jenë të lumtur të botë dhe të fitojnë shpëtimin nga zjarri në botën tjetër. Do të fushim në një detaj, edhe pse pak minuta shumë pak na kanë ngelur, ndoshta një shumë të shkurtër. Në detaj si mund të ndihmojmë secili për të ndihmohemi në llogaritjen e punëve tona. Kjo është pyetje e madhe, unë ndoshta e lëm në sugjerime se për mision tjetër. Po, përgjithshëm. Dietar kur kanë folur për llogaritjen, kanë thënë se përderisa vepra apo është ajo që duhet të llogaritim. Vepra përfshihet do thotë edhe puna edhe fjala. Kështu po i thon veprës edhe gjuha bën vepër. Përsa vepra është atëre besimtari përballë se vepre, apo duhet ta ushtroj vetë llogaritjen në 3 faza. Para veprës, pse po bëj këtë vepër? Po, unë kam vendosur sot të zhvilloj me vllahun tim apo një emision. Mirë. Çfarë është qëllimi që e mulëm këtu? Qëllimi është ta shërifën Allahu të gjallë, ti mësoj njerëz. Mos është diçka tjetër. Mos është kjo e llogaritë mirë. Nëse e kalon filtrin e sinqerit, po ulem. Tash e dyta është gjatë veprës. Tash gjatë veprës mundem për shembull që po, të kem filluar sinqerisht, por gjatë trajtimit të pëlqen vetja, në kuptim të një fjale. Shikoj sa bukur e thurra, shikoj sa bukur. Kujdes ruaj mos e prish atë bukurinë që ke filluar nga fillimi. Andaj llogarit vetën tim çdo fjalë, çdo shprehje. Pse thash kështu? Çfarë desha me këtë? Kjo është shpejtësi, por duhet ta llogarit vetën tim. Që çdo tendencë e shejtanit për të më prish veprën e bukur që dua t'ia dorëzoj Zotit të gjithësisë, ta ruaj, ta përjashtoj. Mos t'i leje atij të më prish. Kjo nuk është në vezvese. Vezvesja është diçka tjetër. Ai çytja e shejtanit mund të vijë, por unë nuk ja lej me lejen Allah xhallahu që ai të shndrohet në qëllim timin, që unë e synoj, dëshirë që i gëzohem unë asaj. Jo. Unë i gëzojmë sinqerisht, nuk i gëzojmë sifacisë. Dhe kjo është llogaritja gjatë veprës. Të shikoj gjatë veprës se kjo vepër a është në rregull duke u bërë, a është i kënaqur Allah me këtë, a ka thënë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo edhe kjo është pjesë e llogaritës, do ta përmend detajisht më vonë inshallah. Dhe e treta, pas veprës. Apo ta ruaj këtë vepër nga ajo që mund të rënon. Se mund të shpëton vepra nga fillimi, mund të shpëton vepra gjatë kryes, mirë po mund të prishet pas kryes. Ka njerëz që i prishin veprat pas 10 viteve. Apo se nuk është i kujdesshëm. E përdor veprën e tij për të lavdruar dikon,
apo për përfituar nga këbo diq, unë kam bërë, unë kam qenë, unë kam ndihmu, apo e prish. Edhe jam munduar atëherë, nuk e prish. Andaj shiko llogaritja për një vepër përfshirë deri në vdekje. Që ta ruash këtë vepër, ta ruash këtë margator, të dërzosh Allah xhallahu ala të pandotur, të paprishur, por të bukur tamam ashtu sikur se kanë. Andaj dietar kanë thënë kështu. Vetë llogaritje para veprës, gjatë veprës dhe pas veprës. Shëruam shkurtimisht, por besoj që do të ketë kohë në emision tjera për detajle inshallah. Atë duke menduar hoc që mund të ketë për njerëz për vëllezërit të shikuesve miq tanë që na ndjekin për herë të parë mund të dëgjojnë të pjesën e ndarjes para veprës, gjatë veprës dhe mbas veprës. Sa e rëndësishme është ajo dhe si ne mundem thënë besoj të jetë në emisionin e ardhshëm me lejen e Zotit, duke të falendëruar dhe duke Allahun të shpërblejë hoc me gjithë të mirat që ke qenë pjesa jon në gjithë emisione për na sqaruar rrugën tonë drejt Allahut. Allah ndroftë hoc. Atëherë të nderuar vëllezër, të nderuara motra, kjo është pjesa e parë e emisionit ton Llogaritja vetvetes. Nga këtu shkëputemi për të lënë radhën emisionit tjetër për të vazhduar me llogaritjen, duke qartësuar fazat e llogaritjes së vetes, sepse do të përgatitemi për të lexuar librin ton Ditën e gjykimit. Allahu na ruaj të gjithëve dhe deri në emisionin tjetër lënë kujdesin e Zotit, qofshin amanetin e Allahut. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.